S'mora vesh ta zgjon, tha Nurga, sa po mboni telefon, nga ajo video që kishe postu dia gjok. Herë dukesh që shan Ramën, herë dukesh që sha Berishën, herë dukesh që të vjen keq për këtë zgjedhje, herë duket që të është bo qefi. As gjota s'mora vesh të gjok, tha me këtë video. Edhe thash, o Nurg, i thash unë, po unë thjesht thash e bonet video me tërgu një fjali, ose dy. Thash, që të dy këto udhëheqësit e tonë duke njëshit tek Serbët ky Rama, që minon punën e Kosovës së të Kurtit me Mitrovicën, një lloj si opozitar të Albin Kurtit. E ky tjetri thash, Sali Berisha, ky bashkëpunon me kriminalët grek që në kanë vrarë ushtarët në Gofije, në kanë shkel flamurin me komë, dhe atë pikërisht për sën, thash, e zgjedh që ta ketë kandidata për krah, sa shkokra për krah me të atje një marë. Edhe thash, i ka përmëtu prap grekëve detin nga Sali Berisha. Kështu që, përderisa njoni është lidh, thash, me Kosovën, me Serbinë, kundër Mitrovicës e Dirama, e tjetri me Greqinë për me fal detin dhe interesave greke çfarë do të shërbej. Atëherë thash më mirë Rama, për arsye se Kosovës s'ka kush e del për zotit, del Kosova, po me Grekun që të bëjmë, që s'ka ngela si shqiptar, adhetar. Kështu që thash më mirë të vi Rama, që se Ramon i fut thikën gjoja, ose nuk i ngrihet kundër Serbisë, për Mitrovicën, po Mitrovicën e mbron Kosova, po kush do mbrojë Maren? Kosova është larg, ngelet prap Kosova, se ne shqiptarët, ne im gjithë s'kemi as edhe një pikë ndjenje për adhetarizëm e patriotizëm, për tasi me ulërasim kot, po t'i jap Himaren Greqisë po të vite Berisha, se ai tash po bën këtë lojë në grekëve, ne edhe thaj Meri, po mirë me gjok, tha, po ti pse se themi fjali, si që më them, po më bane lëmsh të më të video, ko s'more vesh të asgjë. Kështu është kur njeriu flet shumë, kur mund të thot diçka me një fjalë. Më prap më vjen keq, jashtëzakonisht më vjen keq, për arsye se Rama edhe Partia Socialiste, jo se janë njerëz që kanë ma gjeps socialistët, që t'i japin votën jetë më të do votojnë për ato, por sepse ne nuk kemi alternativë, sepse Berisha mund t'jetë njeri shumë i pasër, ne nuk e dim, por Berisha ka kriju një marsh jashtëzakonisht keq. Nuk ka kriju imazh jashtëzakonisht mirë as Rama, po Berisha e ka kriju një imazh, një perceptim të keq, si në botë, ashtu dhe në Shqipëri, edhe ai mund të jetë i pasër, por problemi është edhe po ti e din me imazhin që ke kriju, nuk mund të bësh ndryshime. Problemi është që ata nuk marrin njerëz, ose janë të poshtër, se du njerëz që i kanë në vete, ose janë idiotë dhe nuk mund të gjejnë njerëz besnik, njerëz të mrekullueshëm, njerëz të mirë, edhe intelektual, po edhe besnik që t'i qëndrojnë besnik. Këta ata që marrin, ose i marrin idiot e lëpirës të tyre, ose i marrin njerëz që u duket sikur janë kompetent, po janë tradhtar. Nuk din të zgjedhin ata. Ka Partia Demokratike njerëz të mrekullueshëm. Për shembull, shoku im Bedri Luku, pse s'merr Bedriun ti me maskara? Për shembull, qose zgjega tjetër se Sami Gjoka ku të dion. Pse s'merr Bedri Lukun ti? E ta vije në krye të partisë tate. Edhe ty ta mbronte lëkurën deri në fund, po që se kishe mundësi, sa ta që nuk e shkëlte ligjin, e besnik të ishte, edhe njerëzit të donën dhe respektonin i jetnin votën, si Bedriu ka plot për shembull, po ju shkoni vetëm as haleve që doni ju, e do të përmysni vetveten, familjen e juj,
shtetin e çdo gjë që keni. Më vjen jashtëzakonisht keq me këtë që ndodhi në Shqipëri, se e shoh për shembull pa fitu votët akoma Edi Rama, ka fillu të boj propagandën që sot për me fitu mandatin tjetër. Ka thonë që ne po bëhemi gati që të hymë në Evropë në vitin 2030. Sot është 2025. Mas 4 vjetëve i bjem 2029. Pra ai po thotë që do hymë në Evropë në vitin 2030. Pse? Se do ta përdor prapë edhe një herë. Po këtë do përdoroj, se s'ka që të përdor tjetër. Jemi bo gati me hynë në Evropë. Do ta përdor prapë në 2029, do filloj 28-ën, që në 30 do hymë në Evropë. Pra, do ta kemi edhe një 4 vjeç tjetër nëse kjo partia demokratike do të vazhdoj të metet. Kjo që është, uroj që Sali Berisha t'jetë gjallë, se nuk du të them që inshallah ka vdek, këta nuk e uroj kur, t'jetë gjallë, t'jetë mirë, por partia demokratike nuk e di nëse mund të ecë me Berishën, vetëm qose e heqin në gradën tash e shpejt, e deklarojnë jashtëtetit që është jo i korruptum, pastrohet nga spaku edhe në Shqipëri, qose s'ka në gjo, e në qoftë se filtron vetë dhe filtron partinë mase po kështu se që është gabim. Edhe gabim tjetër ka qenë ti ke njerëz si Kocaqi, në qoftë se nuk e qenë gjendje të marrësh nga PS-ja njerëz që nuk jo kënaq shpirti me Edi Ramën në PS, të paktën mirë njerëz që kanë fitu zemrat e popullit. Pse dilte Elena Kocaqi të formonte një parti? Pse dilte Elena Kocaqi e të kandidonte për veten e saj, kur ti di shumë mirë që po ta vije Elena në krye të partisë, partia jote kishte marrë 100% votëve, e jo 50% fjala vjetë. Po ju shikoni vetëm, falni për shpehen, vetën e juj, se tëeshte them vetëm bëthën e juj. Sami Gjoka, për shtet lecusit, me keqardhje të madhe, se çfarë shef në vend. Ju përshëndes.